Ky është transformimi që ka pësuar vija bregdetare e plazhit të Velipojës pas shirave që ka pluan Shqipëri një javë të fundit. Një nga zonat më të frekuentuara në Shqipëri nga turistët gjatë sezonit veror, thuajse nuk njihet më, pasi plazhi i cili do duhej të shërbente si oazë qetësie edhe në dimër, është mbushur me mbeturina, goma, qese, shishe dhe çdo mbetje tjetër që dora e njeriut ka hedhur në përlumenj pa e menduar dy herë. Pak por e sigurt është se kjo nuk është mënyra se si duket një ecje relaksuese në plazh në dimër. Faktikisht është në tanë vijen bregdetar për pjesën kufitar, për ku ne kena monitoru për pjesës e Randstad në Lezhë, e deri në derin e Bund është e njëjta situatë. Në derin e Bund aty është pjesa më e madhe që ka një volum më të madh ujë, sepse aty mbledhen tan lumet e Shkodrës, Veriut, Liçeni po ashtu, edhe derin tan me turinat në det. Deti masane ka pa këtë katastrofë që ne kena hasë këta ditë, i ka pru dhe herë sikur me një shej, për çdo gjë që ne kena shkaktuar natyrës për tantin e viteve, atje natyra na kthen edhe na bën edhe neve. Pjesa më e shqetësuese është për pjesën turistike që është një dam kolosal turistik, i merr edhe një mash keq. Por ajo që është më prekshme edhe më keq për shëndetin është damet midisore. Ajo që ne tash mendojmë me bë sa më parë, mendoj që është aksion në terren. Duhet se s'van më mbledh sa më shumë persona me zgjidhje sa më parë këtë problem, sepse është gjëja e parë që duhet me bë. Edhe pse gjendja aktuale në plazhin e Velipojës paraqet një alarm mjedisor, kjo është një situatë e cila përsëritet thuajse çdo vit në Shqipëri.